Pas 3 ditësh ndjekje nga prokuroria dhe policia bëhet i gjallë gjykatësi Gjoko Ristov, i dyshuar për korrupsion. Ai tani u mor në pyetje në gjykatën penale nga gjykatësi procedurës paraprake. Nga prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit i paraqiten provat e mbledhura mbi të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer vepra të rënda penale për të cilat ngarkohet. Veprat penale që rëndojnë mbi të dyshuarin janë sipas kodit penal neni 359A, përvetësimi dhe fshehja e paligjshme e pasurisë, paragrafi 3 dhe paragrafi 1, dhe neni 273 paragrafi 1, pastrimi parave dhe të ardhurave të tjera nga një vepër penale. Vetëm nga njëra vepër sipas paragrafi 3 parashikohet dënim me burg nga 1 deri në 8 vite. Pasi vlerësuam kushtet objektive që duhet të përmbushen për përcaktimin e masës për sigurimin e pranisë, si dhe ato subjektive që justifikojnë atë, prokurori publik i paraqiti një propozim gjykatësit të procedurës paraprake të gjykatës penale në Shkup për përcaktimin e masës së arrestit shtëpiak për të dyshuarin. Përveç kësaj mase është propozuar dhe përcaktimi një mase të kujdesit, sekuestrimi i përkohshëm i dokumenteve të udhëtimit që ndalohet, lëshimi i adresës dhe i shtetit. Por në cilësinë e gjykatësit në shkallë të dytë në gjykatën e apelit, Gjokos nuk mund të shqiptohej masa e arrestit shtëpiak derisa ai kishte imunitet. Gjykata penale kërkoi nga Këshilli Gjyqësor për heqjen e imunitetit të Gjoko Ristov për t'i hapur rrugë ngritjes së akuzës dhe eventualisht gjykimit të tij. Këshilli Gjyqësor menjëherë thirri seancë të jashtëzakonshme dhe vendosi për heqjen e imunitetit të tij. Këshilli Gjyqësor mbajti seancë të jashtëzakonshme 535 në të cilën u shqyrtua kërkesa e gjykatës penale. Me 10 vota pro nga të gjithë të pranishmit në Këshillin Gjyqësor, i merret imuniteti gjykatësit Gjoko Ristov dhe i përzullohen të gjitha aktivitetet gjyqësore përsa të zgjas procesi i hetimit dhe eventualisht procesi gjyqësor. Me këtë i hapet rrugë vendimit të penales për arrest të tij shtëpiak. Gjatë fundjavës në shtëpinë e prindërve të tij në Negotin u gjetën 350.000 euro të murosura që dyshohet se janë në një nga provat materiale për dyshimin e përfshirjes së tij në korrupsion, që ndërlidhet me arrestimin e avokatit Fehmi Stafa nga mesi i dhjetorit i kapur po ashtu me rishfet prej 50.000 eurove. Me të marrë informacionin, Gjoko Ristov mori pushim mjekësor javën e kaluar, pas së cilës kolegët e tij nuk e kanë parë më deri në ditën e sotme, i cili u paraqit në gjykatën penale.